Përshëndetje miq, sot patate e pul në furrë. E nisa pak me përtim, po si përfundim e përgatita këtë tavën e thjesht dhe doli vërtet shumë e shijshme. Patatet i bleva dje me 1 euro kilen, pulën e vura që dje zjedha, thash përgati supë, po si përfundim e vendosa si për patateve sot. Patatet mbasi i lajmi shplajnë, i hedhim pak vaj ulliri, krip e rozmarin. Pulën, si thash, i kisha zirë që dje, vendosim si për patateve, kullojmë lëngun e pulës, e hedhim në për kavanoza dhe e vendosim frigorifer, e kemi për receta të ndryshme. Pulën e kisha zirë me krip, me një karot, qep dhe selino. Ja kështu, edhe i kemi gati në çdo moment. Lëngu i pulës është i mirë për supë, sidomos tani që është ftoft. Si për pulës vendosim pak gjalp, pak rozmarin, pak piper dhe i vendosim pak panceta sipër. Me që i ndyrën ja morëm, thash ta kripim qik me panceta. Direkt në furrë të paranxirur me 220 gradë rreth 1 orë dhe u thek fare. Patatet e buta, jashtë krokante, brenda të buta, pula shumë e shijshme. Shikoni tani duket edhe me sy. Unë sot e shoqërova me sallat lakre me pak mollë, lëng limoni, piper, krip e vaj ulliri dhe me gjithmonë na doli një drek fantastike. Kjo ishte sallata. Ju përshëndes, ciao ciao.